Çdo vit më shumë shkolla profesionale Hamdi Bushati në Shkodër po tërheq interesin e të rinjve, të cilët shohin arsimin profesional si një mundësi konkrete për të përgatitur për tregun e punës. Një nga arsyet kryesore të këtij interesi janë praktikat profesionale dhe bashkëpunimet që shkolla zhvillon me biznese të ndryshme, duke u dhënë nxënësve mundësinë të fitojnë eksperiencë reale dhe aftësi praktike gjatë viteve të studimit. Praktika është pjesa thelbësore që ndihmon nxënësin që të aftësohet dhe e integron me tepër, e afron edhe me shkollën, pra interesi fillon duke filluar interesi me biznesin, fillon edhe interesi që ka nxënësi ndoshta edhe 9-vjeçares, që lidhet më afër me ne, sepse shef që po punohet, po realizohet një praktikë ndryshe nga ajo në shkollë. Besoj që është një gjë shumë interesante dhe është kuptim plot. Aktualisht ka rreth 400 praktikantë që realizojnë praktikën profesionale pranë bizneseve partnere të shkollës. Mund të themi ka rreth 400 praktikanta si shkollë që kemi, që realizojnë praktikat në biznese, klasa 11 dhe 12 është kryesisht, por kemi edhe klasa 13 dhe në muajin e fundit ka filluar edhe klasa 10. Praktikat profesionale që organizohen vazhdimisht nga shkolla Hamdi Bushati luajnë një rol të rëndësishëm për përmirësimin e aftësive të nxënësve, duke i përgatitur ata sa më mirë për sfidat dhe kërkesat e tregut të punës në të ardhmen.